Byroja Kombëtare e Hetimit ka nisur sot një aksion në Elbasan pas dyshimeve për krime zgjedhore. Agjentë dhe prokurorët prokurorisë së posaçme qëndruan në gatishmëri të plotë për të monitoruar çdo cënim të mundshëm të procesit zgjedhor, si edhe lëvizjet e kandidatëve për deputet. Gazetari Sokol Bregu ka deklaruar se aksioni i BKH-s është i lidhur me denoncimet sipas të cilave po ushtrohet mbështetja nga krimi për një kandidaturë grua të Partisë Socialiste në Elbasan. Dyshimet janë se ka lidhje me denoncimin e pamfletit se Shkëlzen Hasan Papa, figurë e njohur në qarqet kriminale të Elbasanit, i dyshuar në disa raste vrasjesh dhe eliminimesh rivale, është përfshirë në një ngjarje të rëndë dhune ndaj Avni Memës, shoferi i ish-ministrit të brendshëm. Pas burimeve të sigurta, ngjarja ka ndodhur pak ditë më parë në Elbasan. Hasan Papa dyshohet se ka kryer personalisht dënimin fizik ndaj Memës me urdhër të grupeve kriminale që po mbështesin kandidaten për deputete Sara Mila. Shkaku i dhunës mendohet jetë fakti se Avni Mema nuk ka pranuar të mbështesë kandidaten Mila dhe është angazhuar në favor të kundërshtarëve të saj brenda partisë. Është e qartë që ka disa denoncime nga opozita se po mbështetet nga krimi një nga zonjat e PS-s në Elbasan. Mbetet për të verifikuar. Nuk e di nëse ky sinjal i bërë nga lideri i opozitës ose nga mediat është kthyer në një formë kallëzimi në SPAK, të nuk e di sepse nuk është bërë publike. SPAK nuk ka lajmëruar deri tani se ka një denoncim për Elbasanin për një mbështetje të një kandidate e atje. Kjo është një periudhë zgjedhore ku ndodhin përplasje jo vetëm mes partive, por edhe brenda partive për zgjedhjen e kandidatëve. Duke qenë se lista e kandidatëve është e hapur në disa qarqe. Elbasani ka pasur tensione të mëdha, por këtë herë nuk ka një luftë vetëm PDPS, por edhe një luftë brenda grupeve politike për të marrë preferencën e kandidatëve, tha gazetari. Avni Mema është transportuar në gjendje të rëndë në spital ku po merr ndihmë mjekësore për dëmtime të shumta trupore. Kjo ngjarje ka shkaktuar reagim të ashpër publik duke shtuar shqetësimin për ndërhyrjen brutale të krimit të organizuar në procesin demokratik.